Këreu i kishës ortodokse autoqefalit Shqipërisë, Port Lumturia e Johani, ka celebruar meshën e shenjtë të ditës së sotme, kur Kisha Ortodokse si çdo datë 6 korrik kujtojnë martirin e parë të krishterë të Durrësit, episkop Asin, emrin e të cilit mban dhe katedralja e ngritur në nder të tij. Shën Asi ishte peshkopi i Durrësit në vitin 98 pas Krishtit. Në 6 korrik ai dha jetën së bashku me 7 besimtarë të tjerë si dëshmorë të krishtërimit. Port Lumturia e Johani theksoi në mesh sakrificën sublime të Shën Asit, që u arrestua në kohën e Trajanit sepse ishte i krishterë. Pasi ai nuk ra dakord të sakrifikonte për idhujt, e rrahen me doreza plumbi dhe kamxhik, por ai përsëri nuk e mohoi besimin e tij tek shpëtimtari Krisht. E lyen me mjalt, pastaj dhe e varën me një kolon druri dhe në vapën e nxehtë të korrikut e vendosen afër muret të qytetit përballë diellit përvelues. Në këtë mënyrë mbaroi jetën e tij nga piskimet e grerzave, bledhëve dhe insekteve të tjera. Pasi ndroi jetë, të krishterët e morën trupin dhe i bën një varrim modest, duke ngritur dhe një kishës në nder të tij. Të gjithë të krishterët, shpresëtarët e ortodokse. Pritërinë tënde e kujtohet Zotë Perëndia i mbretërinë e tij, gjithë një Për televizionin Adrianet, Port Lumturia e Johani dha një intervistë ekskluzive. Shën Asi është një shenjtor i nderuar nga gjithë krishtërimi, madje edhe nga Kisha Katolike dhe nga të gjithë, sepse Durrësi ishte një qytet shumë i rëndësishëm në atë kohë. Dhe episkopi i Durrësit padyshim ishte një figurë dhe në atë kohë e dëgjuar. Po akti i martirizimit u përhap në të gjithë krishtërimin në atë kohë. Madje unë kam parë që edhe në Gjeorgji, që është shumë larg nesh, e festojnë festën e Shën Asit me madhështi, sepse është një martir i rëndësishëm, e për vendin tonë akoma dhe më shumë. Unë besoj që figura e tij ka mbetur pak në hije edhe duhet të promovohej. Shqipëria, pjesë e perandorisë romane të saj kohe dhe të pellgut mes dheut, kur u hap krishtërimi që në shekullin e parë, duke pasur një martir që në vitin 98 pas Krishtit, tregon që krishtërimi këtu ishte hapur dhe krishtërimi nuk erdhi nga vendet e tjera, siç ndoshta nga Roma ose nga tjerat. Krishtërimi erdhi nga apostujt. Ishte Shën Pavli që përhapi krishtërimin në Shqipëri. Dhe Asti ishte një nxënës i denj që vazhdoi rrugën e Shën Pavlit duke predikuar e duke përhapur krishtërimin gjithë të treva. Dha jetën për të mbrojtur besimin e tij, si një shenjë dashurie për Zotin edhe për vendin të cilit i shërbente. Në këtë ditë do doja të uroja veçanti të gjithë banorëve të Durrësit, gëzuar dhe për shumë vjet. Po kjo është një festë për gjithë vendin tonë dhe për gjithë botën ortodokse, gëzuar dhe për shumë vjet. Në përfundim të meshës, Port Lumturia e Johani bëri bekime të fëmijëve dhe priti shumë miqë besimtarë, të cilët bën fotografi me të, si dhe ruan atë për ditën e shenjtë të shenjtorit Asti.